Puna e dorës më ka shoqëruar që fëmijë. S'kishim shumë mundësi dhe mundoheshim që nga e vjetra të bënim të re. Më thënë asnjëherë nuk më ka ikur pasioni për punët artizanale. Kjo ishte një mundësi shumë e mirë që na ofrua. I përkushtova shumë asaj që bëj. Gjithçka më është dhënë që këtu të krijoj një diçka timen. Si trajnere, si mjeshtre e punimeve artizanale. Mund të me makramen, me grejtën po gjithë jam te edhe thuja e lëkurës. Në këtë trajnim, unë erdha së bashku me maman e cila më mësoi çdo hap të parë të punës me dorë. Mini trajnimi ynë një me një më dha mundësinë të krijoj dhe të eksperimentoj në mënyrë personale, nga garderoba ime sollaveshë për lëkurë dhe tekstili, të cilat i transformova në një koleksion bijuterish. Për mua këto krijime janë një bashkim mes trashëgimisë që më është dhënë dhe zërit tim krijues, një mënyrë për të treguar se riciklimi mund të jetë i lirë, modern dhe plot shprehje. Një histori e vogël rikrijimi e ndërtuar mes dy brezash. Projekti Makerspace jo vetëm që më dha një uri dhe përvojë reale, por edhe besimin në vetvete që të hidhja një hap të sigurt përpara. Duke i njohur lëkurën, duke punuar me riciklimin e lëkurës dhe materialeve të tjera, unë arrita të zhvilloj idenë time dhe madje edhe të fitoj një grant për krijimin e biznesit tim. Ky është një grant i vetpunësimit që jepet nga qeveria shqiptare. Sot kam një ide shumë të qartë në lidhje me ngritjen e punëtorisë sime për krijime dekorative që janë të gjitha handmade, të krijoj produkte me identitet dhe vlerë unike. Më quajni Nis Hivzi dhe kjo është një eksperiencë e re që më dha mundësi të zhvilloj imagjinatën dhe të kem mundësi të punoj me një produkt të ri që nuk kam pas mundësi asnjëherë të punoja dhe të shifja procesin e punës. Ky projekt më dha guximin të shpreh veten përmes krijimit. Nga materiale të ricikluara kam realizuar një koleksion bijuterish për lëkure ku çdo pjesë është e menduar dhe punuar me kujdes. Më pëlqen të eksperimentoj me forma, ngjyra dhe tekstura, duke kthyer copëzat e lëkurës në bijuteri të lehta, të veçanta dhe të veshme çdo ditë. Çdo element ka historinë e vet dhe tregon se edhe mbetjet mund të kthehen në diçka me vlerë. Këto krijime janë hapat e mia të para drejt një rruge krijuese, ku riciklimi bëhet stil dhe identiteti personal. Një histori e vogël krijimi e krijuar me pasion.